Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mbrëmsorës. Sot Kisha Katolike përkujton Shën Augustinin, i peshkëp dhe mësues i kishës. O hymë e janë ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit të shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Shkëlqen ndërshej me shtari i përmendur, ylli i dijetarëve lëshon dritë të flak, duke shpërndar ndryqim të paprekur feje në vistet e botës. Sion i lartë për qytetar kaq të ndritur me harethur lavde Zotit të shëlbimit, që atë për vete e lidhe me mënyrë mahnitse, me ndryqim duke mbushur. Ky fej në shenjë gjithnjë forcon sy hapur dhe me fuqim poshtë armet të gabimeve. Dokët e pista i pastron e i dëbon me dogmë të qartë. Vëzhgues i dhënës i grigjës së Krishtit, shkëlqen model i klerit dhe i murgjve, gjithmonë fytyrën dashamirëse të hyjit na bëj në lutje. Lavdi, nderim, virtyt Trinisë së lumtur, për të cilën në tokë me dashuri e zell punove, punët e larta e të ndritshme, duke vrojtuar në yje plot dritë zotron. Amen. Antifona e parë. Zoti është drita ime dhe shpëtimi im. Kë do të kem frikë? Psalmi 27, pjesa e parë, rreshtat 1 deri 6. Shpresa në hyje në rast rreziku. Ja tenda e hyjit me njerëz. Lexojmë tek libri i Zbulesës, kapitulli 21, rreshti 3. Zoti është drita ime dhe shpëtimi im. Kë do të kem frikë? Zoti është mbrojtësi i jetës sime. Para kujt do të dridhem? Kur më sulen bakçit për të më ngrënë gjallë, kundërshtarëve e armiqve të mi, ora u liget dhe rrëzohen. Le të qohet në dasht edhe një ushtri e tërë, kundër meje zemra nuk më trembet. Le të shpërthej në dasht edhe lufta kundër meje, edhe atëherë jam plot shpresë. Për një gjë të vetme i lutem Zotit, vetëm atë ja kërkoj, që të jetoj në shtëpinë e Zotit të gjitha ditët e jetës sime. Që ta shijoj kënaqësinë e Zotit e ta vërej shtëpinë e Zotit. Zoti më fsheh në tendën e vet, në ditë të vështirë më strehon në vend të fshehtë. E tani e lartësoj kryet mbi armiqtë e mi që më rrethojnë. Me tendën e tij do të kushtoj fli gëzimi, do t'i këndoj Zotit këngë hareje. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti është drita ime dhe shpëtimi im, kë do të kem frikë? Antifona 2. Fytyrën tënde o Zot unë e kërkoj, mos e fsheh fytyrën tënde prej meje. Psalmi 27, pjesa 2. Lutja të pafajshmit të përndjekur. Disa u quan e dëshmuan rrejshëm kundër Jezusit. Lexojmë tek Ungjilli i Markut, kapitulli 14, rreshti 57. Dëgjoj o Zot zërin e britë mësime. Ki mëshirë për mua dhe më dëgjo. Për ty tha zemra ime, kërkojeni fytyrën time. Fytyrën tënde o Zot do ta kërkoj. Mos e fsheh fytyrën tënde prej meje, mos e dëbo me felgrim shërbëtorin tënd. Ti je ndihmtari im, mos më përbuz, mos hiq dorë prej meje, hyji i shpëtimit tim. I matë nëna ime hoqën dorë prej meje, por Zoti më mori në dorë. Ma trego Zot udhën tënde dhe më drejto shtegu të drejtë për shkak të armiqve të mi. Mos më lëshon në pamëshirën e kundërshtarëve të mi, sepse unë ngritën kundër meje dëshmitar të rrejshëm, të cilët shfryjnë dhunë. Besoj se do t'i shijoj të mirat e Zotit në tokën e të gjallëve, shpreso në Zotin bëhu burr, ji zemërfort e pritë Zotin. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Fytyrën tënde o Zot unë e kërkoj, mos e fsheh fytyrën tënde prej meje. Antifona 3. I lindur para çdo krijese, Krishti është mbret i gjithësisë. Kënga krahasojmë Kolosianëve kapitulli i parë. Krishti, i parlindur i çdo krijese, është i paralinduri atyre që ngjallen prej të vdekurve.
E falenderojmë hyin, Atin e Zotit tonë Jezu Krishtit, sepse na bëri të aftë të kemi pjesë. në trashëgimin e shenjtërve në dritë, Ai na nxori nga pushteti i errësirës, dhe na kaloi në mbretërinë e birit të vet të dashur, në të cilin kemi shpërblimin. faljen e mëkateve, Ai është shëmbëllesa e hyjit të papashëm. i paralinduri para çdo krijese, Ai është para çdo gjëje. dhe çdo gjë qëndron në të, Gjithçka u krijua në për të dhe për të. në qiell e në dhe, çka shihet e çka nuk shihet. Ai është kryet e trupit, kishës. Ai është fillimi, I paralinduri ndër të vdekurit, që të jetë në gjithçka i pari, sepse hyjit i pëlqeu të banojë në të e tërë plotësia. dhe me anë të tij gjithçka të pajtohet me të. Në sajët e gjakut të kryqit të tij, hyi vendosi paqen me krijesat e veta. Qoftë në tokë, qoftë në qiell, Lavdiatit e birit të shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. I lindur para çdo krijese, Krishti është mbreti i gjithësisë. Leximi i shkurtër krahaso letrën e Jakobit, kapitulli 3, rreshtat 17 dhe 18. Urtia që vjen prej së larti më së pari është e pastër, pastaj pajtuese, e butë, e përshtatshme, plot mëshirë dhe vepra të mira, e durueshme dhe jo shtijarake. Fryti i drejtësisë mbillet në paqe për ata që punojnë për paqe. Përgjigja e shkurtër. E shpalli fjalën e Zotit në mesin e kuvendit. E shpalli fjalën e Zotit në mesin e kuvendit, Zoti dha urti dhe dituri, në mesin e kuvendit. lavdiatit e birit të shpirtit shenjtë. E shpalli fjalën e Zotit në mesin e kuvendit. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Vonë të dashurova, bukurie lash dhe gjithmonë e re. Ti më thirre, klithe dhe munde shurdhësinë time. Kënga Virgjës së Lume sipas Lukës Ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej brorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt. qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithpushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni. për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrezoi princat prej froneve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar e tërvetan. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdiatit e birit të shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Vonë të dashurova, bukurie lashtë dhe gjithmonë e re, ti më thirre, klithe dhe e munde shurdhësinë time. Lutjet e besimtarve. Lavdi qoftë Krishtit të caktuar kryeprift për njerëzit para hyjit, të bashkuar në lutjen e mbrëmjes ta thërasim emrin e tij. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ti që në kishën tënde zgjove barin të shenjtë dhe të urtë, bëj që bashkësia krishterë të jetë gjithmonë e udhëhequr prej njerëzve të urtë dhe bujar. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ti ja fale mëkatet popullit tënd për shkak të lutjeve të barinjve të shenjtë, që ndërmjetësonin sikurse Mojsiu, për hir të meritave të tyre, pastroje dhe ripërtrije gjithmonë kishën tënde. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Në mes të vëllëzërve, i zodhe frymëzuesit dhe udhëheqësit e popullit tënd dhe i shugurove me vullën e shpirtit shenjtë. Mbushi me dhuratat e tua ata që i vurën në udhëheqje të kishës së shenjtë. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ti që je trashëgimi i apostujve dhe i pasardhësve të tyre, bëj që mos të birret askush prej atyre që i shëlbove me gjakun tënd. Shpëtoje popullin tënd, o Zot.
Ti që nëpërmjet barinjve të kishës, kujdesesh për besimtarët e tu, që askush të mos rëmbehet prej dorës sate. Bëj që i peshkvit, meshtarët dhe besimtarët të ndjerë, të mblidhen të gjithë në gëzimin e mbretërisë sate. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ati hynë që je në qiell, u shenjë trofte e mryt, ardë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, ndiko Zot në kishën tënde, po atë shpirt që përshkroi Shën Augustinin, që dhe ne të etur për dijen e vërtet, të mos pushojmë të kërkojmë ty. Gur të gjallë të dashurisë së amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.